Edhe natyrisht që krejt kjo mrekulli që ka ndodhur pas shumë njerëzve që ti përmende, por edhe pas shumë lutjeve që ti i theksove. Më duhet patjetër me nda një fotografi të një prej kolegeve të mia gazetare që unë kam pas fatin me punu shumë gjatë me ta në të njëjtin medium ku kemi punu bashk, e cila për labin ka qenë Liberta Spahiu, ka qenë për labin pikërisht dritarja e sukseseve. Liberta nuk është që dënë me dalë shumë, Liberta nuk i dënë fjallë të mdaja, miradje që e një mësë mire. Yllka është me pak. Unë pëzoj edhe Yllka ka me më qërtu, bile që ja kemi përdorë fotografi. Liberta dhe Yllka janë njerëz, edhe Alaudini në këtë rast, po Dini nuk është këtë fotografi. Liberta është prej personave që mu drejtaren e madhe, edhe Labi ka fillu gjithë shka këtë fotografi kone, kom fillu, dhe me thonë, me arrit andrën dhe qëllimin tem në jetë. Për me qenë prezentues, gazetar, njeri në median sot ku jam. Ky është takimi kur unë kom dalë në privete Liberta dhe tek Yllka. Më kalon shumë përshtypje modestia, thjeshtësia edhe dashnia që kanë këto dy femra, të cilat shpesh herë mujnë, sidomos për Libertën, shpesh herë që din edhe mu gjyku dhe para gjyku në publik, po unë mendoj që është një femër e fuqishme, një femër e cila t'i hapë të natyrt, pa kompromis, pa noj interes, po e thamë kështu se edhe ajo më një qysh plas. Kanë qenë dy femrat që mu më kanë hapë dyrt edhe unë shumë mirë njës, falenderues tonë jetës, sare që dërgojnë një mesazh ose kontaktojmë, e di që janë shumë modeste, ma Yllka është pa mund dhe me thonë edhe këtë pjesë, që jo, ne nuk kemi bërë kur gjo për Labin, Labi ka bërë vetëm këto, jo. Ky ka qenë një moment të ranë, nëse unë nuk isha dalë në privet e Liberta dhe të Yllka, unë e kërkur së më kishë njoftë. Unë nuk isha kanë këtë djallë që më sot, unë nuk isha një djallë një aktivist, nuk isha një botën televizionit. Unë e disha që Liberta edhe priveja, dhe me thonë, janë fuqeshëm, po nuk e disha ndikimin, dhe me thonë, brenda 24 orë, më njofë krejt, nuk e disha. Qatë shkrujtën fillimisht audienca mas 24 orëve, se më tha që për 24 orë ka ndru jeta komplet. Krejt jeta ka ndryshu. Kër jemi ullë dhe kemi bisedu me Libertën dhe me Yllkën, edhe Yllka ka qenë shumë mallëgjyse, shumë, dhe me thonë, empatike në këtë pjesë, sa që është emocionu shumë. I thash, Yllkë, okej, unë jam gati me dalë, unë jam shumë okej, ama qka, publiku, para gjykimet. Edhe ti u frigu. Edhe u frigova pak. Edhe u tha, ajen që rej qetë, rej mirë, na jemi shumë gjatë në ekran. Kështu që rej qetë, okej, thash jam gati, po mas një Libertën, do me thonë, e ku masakru në WhatsApp, ka dalë mirë që shka shku, pëse ka shku, pati mirë që Liberta së më ka të regu se kur delë historia. Se po të më kishtë të regu, nështë ta kësha thonë Libert, po i shkon mirë mësë me transmitu se që ka po di. Pati mirë që nuk më ka të regu këtë pjesë. Edhe... I e falenderues për... Po, brenda 24 orëve njoftën njerëzit krejt për mes prives. Për krahen krejt, në bështetën krejt. Është interesante me thonë të drejten. Brenda 24 orëve më njoft Labi krejt, në krejt vendet ku do që ka shqiptar është, po në këtë mes ka qenë edhe Alaudini, që i ka dhënë shtyri dhe më të fortë. Po, më duhet me të shtu, ose me mbush, me plotësu këtë pjesë, thash që kom pas fatin me punu me të tret, Alaudini, edhe Yllka, edhe Liberta, jo vetëm ty Lab, të tret kanë ndihmu shumë të ri e të reja që sot janë në top karrierën e tyne, që falë këtyne treve, sidomos falë Libertës, e cila njihet si person, e cila sarë që ki nevoj për ta e hap derën edhe është gjithmonë për ty aty, edhe me të vërtet kanë ndihmu edhe shumë artista, edhe shumë njerëz të zakonshëm që sot me konë aty ku janë falë punës së këtyne treve. Dhe me të vërtet, po e bashkëndjej çdo fjalë që po e thu, se thash kam pas fat me punu me ta dhe një saktësisht nga afër punën e madhe që bojnë këta tre, por edhe empatin që kanë ndaj njerëzve dhe ka emna që kanë fut në treg këta tre, sidomos Liberta. Edhe unë kësha dasht, pa dasht, nështë me marrë shumë mintash për këtë pjesë, po e kam shumë të rëndësishme që me falenderu shumë Libertën, Yllkën edhe Alaudini për gjithë këtë mbështetje që e kam bërë për mu. Biles Liberta gjithmonë është edhe sot mbështetje, kështu që prej ekrani familja jonë edhe prej teje që ti edhe jashtë ekranin këtë thonë shumë fjallë të mira për Libertën, po që ato janë në realitet... E bukur nga mbrena e nga jashtë, është pikrisht kjo fjallë zakt për ta. Kështu që unë du me falenderu prej shpirtit këtë femër që ka bërë shumë çka prej meje.